Po besoj ju po thoni pse s'pi pranoni propozimet e tjera e tjerëve, derisa gjykata kushtetuese ka thonë se na takon neve propozimi. E pora. Dëgjoj. LDK-ja del thot na nuk e votojmë asnjë kandidat. Kjo tregon që LDK është komplet përgjegjëse për bllokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra, zavens ministra. AK-ja thot na e kemi një propozim tonin. Propozimin na takon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndosh, që dele kundërshton zonin Haxhiu, na smundemi ju nështru dëshirave të opozitës. Prandaj bllokimi vjen për tyne, e jo spesoj që është përgjësia jona me ja plotësu dëshirat atyne për me zbloku, për shkak se na takon neve. E njëjta, para më në situatën, sikur të votojë Albulenat, vinte në kryetorët. Po na ta blokonim, ju gjithë kishit thonë pse pe blokonin në kryetorën, është propozimi LDK-s, ju s'do të mu vetë për ato. E na po thojmë, edhe ka qenë një për ofertave, që hajde e bojmë si pako. Edhe kryetorën e kuvendit, edhe në kryetorët i votojmë si pako. Unë s'po thamë kënë ka me qitë LDK, mbase mas mu mësë më pëlqy. Po na s'po javë shtym aty në idenë që na me javë dhonë propozimin cili me qenë në kryetorë i LDK-s e as i PDK-s. Për zgjedhje, unë po menaj edhe si deputet, po edhe si lëvizjeve të vendosje, ne kemi pos zgjedhje. Ne jemi subjekti më i votum, edhe nuk mendoj që du me pos zgjedhje, se qytetarët kanë dole dhe kanë tregu. Na kemi dy fishin e votave që ko LDK-ja, PDK-ja bashkë. Kemi njëherë ma shumë se ata bashkë. Kështu që nuk besoj që është arsyeshme me pos si solucion. Mire po. Nëse subjektet politike dolin para juve, gjitha subjektet opozitore, e thojnë kemi met me një farë ngërçje dhe s'po kena kam jamojt, edhe kam vetëm lëvizja vetë vendosje, nëse është opsioni fundit, atëherë na pa tjetër se shkojmë në zgjedhje.